Zyrtarët doganor në pikën kufitare të Vërmicës kanë zbuluar një sasi të konsiderueshme parash të padeklaruar gjatë një kontrolli të detajuar të një automjeti që po hynte në territorin e Kosovës nga Shqipëria. Sipas të njoftimit të doganës së Kosovës gjatë procedurës së zakonshme doganore, udhëtari kishte deklaruar se nuk kishte asgjë për deklarim. Megjithatë, pas një kontrolli të hollësishëm në dijen e dytë, zyrtarët doganor kanë gjetur rreth 50.000 euro në monedha metalike të fshehura në pjesën e bagazhit të automjetit. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, dogana ka konfiskuar 25% të shumës së padeklaruar, ndërsa rasti është dërguar për hetime të mëtejshme pranë sektorit të drejtësisë. Dogana e Kosovës ka apeluar tek qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe udhëtarët që kalojnë përmes pikave kufitare të respektojnë obligimet ligjore dhe të deklarojnë çdo shumë që te kalon 10.000 euro në hyrje apo dalje nga territori i Kosovës.